Miqtë e Piskut, ju përshëndes. Për shumë prej jush kam një surprizë sot se keni shfaq shumë interes dhe kjo është për të vlerësuar, ne kemi thënë gjithmonë. Më keni pyetur vazhdimisht për Aleksin, ku e ke Aleksin, ku e ke Aleksin. Më në fund u pajtova prapë me Aleksin. O Aleks, përshëndes. Përshëndetje të gjithëve. A je mirë herë, se kjo është shumë e rëndësishme. Po mirë jam. Për mua edhe për gjithë ata që të ndjekin ty, na ndjekin ne dhe ndjekin Pisk System edhe Piskun. Përgjithësi, po. A je mirë herë, kjo është e rëndësishme se shumë nga ata shqetësohen, jo vetëm që ti nuk del, por thonë, ore, a është mirë Aleksi, a çfarë ka ndodhur me Aleksin e tjerë se nga që ne flasim pak edhe tema që nuk parafliten nëpër mediat shqiptare. Po, që ne. Edhe shqetësohen, thonë, a është mirë të paktën, pastaj thonë, ore, kur do dilin pastaj, na hapni syt. Shumë mirë jam, shumë mirë ndihem, në rregull jam, nuk rrezikoj nga asgjë. Thjesht ka pasi merkato, e kam bler për një farë kohë, domethënë Aleksin, iku dhe Aleksin. E blem për një farë kohë, mbyllën gojën. Këto ditët më të rëndësishme që ne duhet kishim folë, domethënë, Aleksin e blem. Tani na trego pse blem. Po jo se s'korruptojmë unë valla, vazhdojmë fuqishëm aty në ato parimet tona. Është gjithë ja ta sqarojmë edhe për gjithë ata që na ndjekin, është gjithë faj, gjithë problemi, jo faj ose është një lloj gërçi që është krijuar me mua dhe me kanalin e YouTube-it me Piskun. Paktën gjëra se si lidh unë, se si ka ndodhur dhe çfarë ndodhi direkt pas asaj se çka kemi bërë me Aleksin, pra jemi ne dy personazhet, ose më saktë edhe se çka ka thënë Aleksi në podcastin e fundit që kemi bërë në studio, ku flitet për familjen, barazinë gjinore që këto po e trompetojnë me të madhe. Pas asaj dite, pas momentit që është publikuar ky podcast, ka ndodhur diçka me kanalin tim të YouTube-it që unë nuk kam pasur të drejtën e përdorimit të këtij kanali. Kam filluar pastaj në mënyrë të pjesshme duke e përdorur, por gati 80% aksesit në pajisjet që unë e përdor Piskun në studio pra dhe nëpërmjet telefonit. Tani kam gjetur një që s'po e them këtu se si po e përdor me shumë vështirësi, prandaj edhe sot erdha takoj Aleksin nga afër që ju themi që jemi mirë dhe mezi presim që të rikthehemi, të japim ato mesazhet, diskutimet që bëjmë për ju, për veten dhe për të mirën e shqiptarëve dhe humanëve, edhe njerëzve. Po e kalojmë pak më larg, por ato se çka po ndodh në realitetin shqiptar dhe atë botror, me këtë rendin e ri që po duan shkatrojnë familjet dhe shoqëritë. Eksaktësisht. E para punës përshëndes gjithë ndjekësit e rregullt të emisioneve tona që bëshim çdo javë me përpjekjet tona modeste. Kryesisht Bledarin edhe Petron edhe ca emra tjerë s'po më kujtohen tani, ndjes. I përshëndesim gjithë. Të gjithëve që merreshin pjesë aty që na ndiqnin rregullisht, mos u bëni merak. Jam mirë, nuk më kanë fut njëri më thes më çojmë në një vend zhduki. Duke prekur ato temat. Mos ndodh asnjëherë se okay, ne themi edhe me shaka dhe me humor deri diku, por janë gjëra që ne kemi parë dhe të paktën në ditët e fundit po shohim ngjarje nga më të llatarshme që dikush hidhet nga ura i qenë 60 metra ose kanë vrarë, është vetë vrarë ose një polic digjet ke tuneli Llogaras, një tjetër vritet në det, ngjarje që nuk e di janë pa autor, ngjarje që nuk po zbërthehen, ngjarje që nuk dihen janë kërkim të provave. Janë kërkim provave siç ndodh, por këtu mund të ketë edhe histori le të themi të errta që ata se çka merren pra, që janë pjesën e hetuesisë, policisë dhe të kërkimit, duhet të bëjnë çmos të zbardhin vërtetën që të parandalojnë ngjarje të tjera më të shumta. Po kjo nuk do të thotë se do të na bëjë që të tërhiqemi, të stepemi për të thënë të vërtetën. Atë do ta themi me të madhe brenda mundësive që kemi sigurisht. Dhe asnjë nuk do ta marrë këtë hap pas për veten e tij për të mos guxuar, të thotë atë se çka ndjen, beson vetë ai pa pasur asnjë lloj indicie ose lloj mbështetje ose lloj influence nga palë të dyta, të treta apo interesave shumë të vogla që ndoshta për momentin mund duket mëdha, siç mund të jetë buka e gojës ose për një vend pune apo gjëra të tjera që nesër do të jetë një kost shumë e madhe për ju si individ, për familjen tuaj dhe shoqërinë e njerëzit tuaj të afërm, kur të shihni orë nuk do përballin, nuk do gjeni dot
ndoshta ndihmës nëpër spitale, nuk do të përgjigjen nëpër polici, në arsim do të keni ku do të çalojnë gjitha institucionet dhe administrata shtetërore. Alex, si e sheh gjithë atë se çka po ndodh në Shqipëri dhe në botë? Çka ka ndryshuar, domethënë paktën meqense u takuam sot, për te pjesës përshëndetjes dhe që bënë për ata që na ndjekin, çfarë ka ndodhur këtë kohë që ne nuk jemi takuar dhe nuk jemi diskutuar? A kemi ndonjë të re në zhvillimet ndërkombëtare, botërore, të rendeve? Tani përpjekja e madhe, përqendrimi që po bëjnë këta peshkaqenët që komandojnë botën, duan që të godasin mbjellin, grurin, tokën, fushat që mos të kemi më ushqime. Që të na kalojnë pastaj gradualisht tek na ushqen me kacabuj, me krimba, edhe do ne paraqesë se ku kanë shumë vitamina, janë të dobishme për shëndetin tonë. Prandaj dhe s'po japin krah kudo gjithandej bujqësisë. Janë duke i hedhur prodhimet e tyre sepse nuk po vlerësohen. Madje jo fitim që s'kan, po zhyten dhe po kalojnë nëpër borxhe për të mbajtur nga një fije peu atë prodhimin e tyre, përpjekjen për të na dhënë atë prodhimin, bukën e përditshme më burr. Janë duke prekur bukën, janë duke prekur tavolinën. Kupton? Aty po e çojnë. Shtrëngëzime të vazhdojnë rregullisht, të rrisin çmimet, rrogat mbeten statike. Njerëzit çojnë, kërkojnë të drejta, protestojnë, po askush nuk ja vën veshin sepse ata kanë fuqinë, ata kanë gjithçka e kanë në dorë, media që i bën lavash truri njerëzve që e paraqet të zezët si të bardh, sikur çdo gjë po shkon vaj, ndërkohë që neve këtu po jetojmë, po e shohim, po si nuk i jep dikush zë atyreve që të thonë, ja siç po më jep tani ti këtu zë këtu. Po, siç jemi ne këtu, është disa zëra të tjerë që dalin poshtë te kanali Piskë dhe prap ne kemi deri diku edhe mbështetjen, por janë shumë pak, do të jemi më shumë shqiptarë, jo për ne se nuk kemi asnjë interesi, as unë, as ti, as Pisku nuk ka asnjë interesin të mes, por është në interesin e përbashkët si shqiptarë, paktën ne si e mendojmë, si e logjikojmë pa pasur asnjë lloj interesi, siç janë palët e tjera që ndoshta dalin, organizojnë protesta që rrinë me ditë derisa marrin atë ofertën e tyre dhe largohen më pas. Po. Është kjo pengesa që e shkaktojnë enkas që zërat mos bashkohen, njerëzit mos bëhen bashkë, që të bëhet një grusht i fortë. Vazhdimisht pengesa, çdo gjë është e planifikuar kundra zërit të lirë, kundra njerëzve që mendojnë. Krijon vazhdimisht probleme, mos të dëgjohet asnjë gjë, mos ketë dritë në horizont, ta e bëjnë çdo gjë të zymt. Po njëkohësisht na paraqesin sikur gjërat shkojnë në vaj. Sigur është mirë, është shumë bukur, siç është edhe për shembull këtu në sheshin Skënderbej, siç është jeni, okay. Kemi kështu organizime, këto kasollet që janë këte, njerëzit e lumturuar që thjesht pyesin edhe nuk blen dot asgjë se nuk ja dalin dot. Po, ka ndërtuar këtë skenë këtu në qendër, sikur kemi koncerti që do bëhet këtu. Një frym kështu festive avash-avash, do festojmë. Okej, nuk është se jemi kundër kësaj, por punë është realitetin jemi. Jo, dakord, se na kundër këtyre organizimeve, po ideja është që e bëjnë të duket sikur gjërat janë mirë me këto organizimin e këtyre gjërave që kanë vendosur këtu për fund vitin, në këto festat. Po e dim shumë mirë që gjithë ditët e tjera të vitit i kanë me problematike bërë. Ka probleme pafund. Në çdo sektor ka probleme. Duke nisur nga spitalet, duke nisur nga rrogat. Janë tani me këto ndryshimet e reja tek drejtësia, se ajo është ajo që ka çaluar prej viteve në Shqipëri që theksohet më shumë nga shqiptarët që aty duhet vihet dorë, po të ketë drejtësi, çdo gjë rregullohet. Me ndryshimin që patëm me lënien e postit, ose që mbaroi mandati Altin Tumanit dhe që u vendos ky Klodian Brau në zgjedhjen e këtij. Asnjë gjë s'do nuk do ndryshoj. Absolutisht asnjë gjë. Thjesht u ndryshoi një kukull, aty iku një marionetë dhe një marionetë tjetër, si duket ka qenë ky është marionetë më i përzgjedhur, më i bindur kështu. Edhe nëse e vun re njerëzit që ndoqën atë zëvendësimi që u bë këtit, të Spaku, kryetarit, aty mbi kokë të këtij të riut kishte atë Gonzalen, atë tipin e famshëm që ai kujdeset që në gjithë vendet e Europës të kaloj mos e thuaj atë se si ishte shkaku që na kanë mbyllur kanalin deri diku, na kanë pezulluar. Po mirë se ka algoritmi këtë. Ai tipi që përpiqet të kalojë atë dylberizmin e famshëm. Ashtu thamë atë ditën për prap në kap. Ti do fjalë përdor më atëherë, po nëse. Edhe pra ishte Gonzales aty, ai i rinte mbi kokë aty si skifter, që të kishte situatën në kontroll, imagjino. Po bëjnë çmos Alex që
të shkojnë në plotësimin e agjendës tyre, në çfarë do lloj forme, në çdo lloj mënyre. Po, ajo është në top listën e asaj që duhet kalore, sepse është kanceri i familjes, po u injektua ajo në shoqëri, u rrëzu gjithçka, mori fund. Direkt, automatikisht. Edhe paraqesin kështu, po pse edhe ato kanë të drejta barazia gjinore, po mi më dakord barazia gjinore, që thonë këtë burrë dhe gru, po jo barazia e 72-ve. Po kjo me ballugun për shembull, me këtë nivelin tjetër që prap ka të bëjë edhe me spakun, siç ishte rasti që e thirrën spak, ndërkohë që kushtetuesja e hodhi e rrezoi vendimin e tyre edhe e riktheu prap në pozicionin e saj. E ktheu prap në parlament, po dakord. Po pra, i bën një gjë. Çfarë është kjo loja kështu, këtë gjykata kushtetuese, këtë GKK-ja, spaku e tjerë, përplasje nivelesh. I bën gjëja përkohësisht sikur i hoqën atë autoritetin që kishte si numri 2 atje, për ta kthyer thjesht në një deputete si gjithë tjerët. Pastaj u kthye prapë në detyrë, sepse bën apel këta të PS-s atje, u sul gjithë kompania aty, grupi i krimit atje, dhe se kaluan në gjykat të lartë këta, bën atje, edhe kthyen prapë atje ku i ishte. Dhe këtë kisha theksuar që ajo nga momenti që doli me atë syrin e zi atje, ajo automatikisht e tregoi që forcën, atë që kemi thonë edhe ne. U bë pa prekur automatikisht. E thoja se kalon disa në dyshim shife, po funksionon drejtësia. Edhe shikoj këtë tani prapë atje ku ishte. Sikur s'ndodhi asgjë. Pra mesazhi që dha ajo atë ditë me syrin e nxirr, e dha përgjigjen për gjithë ata që ndoshta kanë dyshuar. Po, fiks. E ka vënë dyshim atë. Do luhet një farë teatri, një farë rolesh, kështu gjëra sikur atje po vendoset drejtësi. Edhe ja ku i ke prapë, sa të harrohet, se njerëzit harrojnë shpejt, kollaj. Është e keqja. Ja, ndodhi për shembull ajo shpërthimi atje në Elbasan atyre helmerëve atje. Atje po rrezikojnë jetë njerëzish. Në për ajër, në për ujë, metale të rënda, njerëzit do i pinë, do i thithen atje, do i kesh pastaj sikur ka shpërthyer Çernobili, do jenë pasojat atje avash avash. Kush më përgjegjësi për këtë? A është kjo balluku atje që përfshin edhe këtë pjesën e asaj të infrastrukturave atje që ka në Elbasan? Ajo shembja e urës, ajo e tunelit që ishte ajo atje. Po. Kush më përgjegjësi për këtë? Është ajo kompetente e kësaj pjese? Edhe megjithatë asgjë. Aty jeton dhe mbretëron rroga pafund asaj, numri 2 i këtij vendit të mjeruar tashmë. Edhe ne themi pastaj që ka drejtësi. Besoj se çdo gjë tani do të marrë fund, jo vetëm prej zgjedhjes së re që është me kryetarin e Spakut siç është Braho, por dhe tashmë edhe me avokatin e ri të popullit. Po, ai do rrezidhi. Me Endre Shabanin. Kemi tashmë një avokat popullit. Deri dje se kemi ditur kush ishte avokati i popullit, u zgjodh Endre Shabani dhe besoj se tani do të zgjidhet gjithë hallet. Çdo individ i këtij populli do të ketë përgjigje dhe mbështetjen e avokatit. Patjetër që do i ketë. Tek ai do gjejnë ato kratë e ngrota ku do gjejnë ato zgjidhjet e problemeve të tyre. Tani ja hudhën popull, e kena të sigurt zgjidhjet që na mundojnë. Nga momenti që u vendos ky, jena mund të flini të qetë. Po çka këto janë pralla me mbret gjitha. Jemi duke parë një teatr me kuklla non stop, vazhdimisht pafund. Luajnë me disa përshtypje që duhet na japin që shiko se u vendos ky tani shpresa del në pa. Edhe aty i ke. Asnjë gjë ndryshoi. Në një vend jemi statik. U i qelbur. Në rregull, po si marrin guximin të dyja palët, ndërkohë një personazh si Endri Shabani, domethënë bëhet avokat popullit në Shqipëri. Kaq poshtë kemi ra. Po kishte dhënë shumë prova në fakt më përpara dhe ishte ti kështu aktiv. Kaq poshtë kemi ra, domethënë bënte për këtë popull edhe meritonte atë vend atë post aty, se do e ndrisi tani. Tani mund të fillojmë të shpresojmë nga e para që ky vend do shohë ditë të bardha me Endri Shabani në krye. Kaq poshtë kemi ra, ç'a bëu. Po poshtë kemi rënë tani se kur secili mendon për menderën e vet. Edhe kur bëhet një thirrje për një protestë, siç u bë ajo e fundit këtu për mbrojtjen e familjes. Edhe kishte një pjesëmarrje aq të vogël, këtu shikohet domethënë që sa indiferentizmi aty ku s'man më. Për gjërat më themelore, më elementare, njerëzit nuk reagojnë. Ti ç'a pret, ata i shikojnë, ne masin pulsin ton. E shikojnë domethënë që njerëzit sa u mblodhen atje, se i lëshojnë ato dronet ato spionat aty që fluturojnë, edhe shohin aty sa u mblodhen. Ne masin pulset, e shohin tek këto mediat sociale, si reagojnë njerëzit, si veprojnë, se prandaj kanë lënë të lirë ato atje, siç e kena theksuar disa herë. Po mirë, ke asnjë nga këto nuk beson ti që do ta çojë Shqipërinë drejt mirës
as përzgjedhje e kryetarit të ri Spakut, as avokati i popullit. Po mirë, as protesta e Adriatik Lavajt për shembull që prej ditësh është para kryeministrisë atje i vetëm tek pull. Proteston atje para kryeministrisë. Po çfarë proteste Adriatik? Nga mëngjesi deri në darkë, çdo ditë non stop. Nga doli Tiku më dha, po çfarë ai As ai nuk ta mushmej që do ta. Po si as ai, Se ai ka thënë Shqipëria bëhet thotë. Shqipëria bëhet. Okej, edhe neve do themi që Shqipëria do lulëzoj. Po mbetemi deri aty te fjalët e bukura. Pse as ke Tiku nuk beson që do ta bëjë Shqipërinë? Po as te Tiku, as te Toku, askush. Mos besoni, e kemi theksuar disa herë këtë pjesë. Mos i besoni askujt. Qa janë kështu njerëz që pretendojnë se kanë përcjellur zgjidhjet e mëdha që fillojnë me ato fjalët e shpresë dhënëse, dijeni se është thjesht për show. Për përqendrim orientimi të gjërave. Sepse njerëzit vjen një moment që i vjen laku deri në fytyrë dhe thon tani duam një rrugë zgjidhje. Kur çup sistemi nxjerr në një nga ato marionetat e vet atje që shiko ka një sensibilizim tani, po fillon të ndryshojë diçka. Edhe mbetemi aty thjesht. Na ushqim me shpresa, me tymnaj, atë janë duke bërë. Çfarë Tiku o bër? Doli Tiku tani. Okej. Tani që doli ai do i quajmë Skënderbeu numër 2. Që do sjellë ndryshimin në këtë vend. Tani për ta përmbledhur, ne kemi thënë atë thirrjen tonë gjithmonë, çfarë do të bëjmë ne? Çfarë do të bëjmë ne? Të kërkoj të pamundurën, se ajo që është e pamundur që do sillte ndryshimi realisht është të bëheshim të gjithë bashk. Po duhet një koordinator, duhet që dikush na organizojë. Gjithë institucionet janë të shitura, nuk ekziston asnjë gjë që ta bëjë, që të ketë një protestë të shëndetshme, të shëndosh dhe të pavarur. Kjo nuk ndodh, edhe të shkojmë ta rrezojmë komplet atë bastardim që ekziston. Edhe që ta zgjidhim, por nuk ndodh. Këto mblidhen vetëm kur lun kombëtarja valla. Sidomos kundra Serbisë, atje bëhen shumë advetar të mëdhenj. Po. Po të mblidhet e gjithë ajo rinis, me gjithë atë zell, me gjithë atë energji, siç mblidhen kur luan kombëtarja, brenda 2-3 ditëve e rrezojmë. Siç ndodhi në Bullgari. Bullgari për shembull. Bravo, shembulli konkret. Tani, çka kanë më tepër se ne ata? Popull ata, popull ne, edhe ato kanë vujtet e tyre, problemet e tyre, siç i kemi edhe ne këtu. Po çau bën ata u bën, u bashkuan, i thirrën menjes. Edhe pati sukses fryte. Edhe çka janë afër nesh, por si tishim për shembull Nepali që është larg, që kemi marrë si shembull herë tjetër ne. Po Bullgaria këtu afër, po këtu jemi burr, edhe prap ne Serbia për shembull që e ka bërë prej kohësh duke protestuar me muaj. Gjithë ajo rini, dolën gjithë universitetet atje, rrugës atje dhe ja dolën edhe. U digjuan, u morën masa për ndryshime pastaj nga vetë qeveria. Këtu nuk bëhet valla, këtu rinia e ka menin si kabin anjonën, si të fryj kokën të dehet, ku dëgjon të kaloj natën bukur atje diku dhe pastaj mos ta ketë menin për asnjë gjë tjetër. Ashtu e ke rinin këtu, të kputur me telefona, me gjëna, me kafe. Aty i ke. Për gjëra tjera nuk besoj se nda funksionon kjo rini që kemi ne këtu. Po ne çfarë do bëjmë Alex? Ne do vazhdojmë tani, meqense kishim edhe si video përshëndetse, plus e dham edhe 2 mesazhe. Ne çfarë do bëjmë? Çfarë do bëjmë ne të dy me këtë që bëjmë gjithmonë? Ne do vazhdojmë përpjekjet tona, zëri jon do vazhdoj të dëgjohet. Ai sa e ka atë rrezën, atë mundësinë e vet për të dëgjuar. Atë që kemi në dorë atë do e ofrojmë. Secili nga ana e vet. Për kamerën e kemi fjalën, ëh? Po. Edhe për zërin. Dhe për zërin, për të tëra, për të gjitha këto. Miq, ju përshëndesim. Uroj që të jeni mirë, kujdesuni për veten dhe për ato që ju rrethojnë. Se ato që ju rrethojnë jemi edhe ne. Mirupafshim. Mirupafshim gjithë.